Nxënësit e gjimnazit Raqi Qirinxhi në Korçë u evakuuan përmes një plani të mirë organizuar të gjitha strukturave shtetërore në kuadër të një stërvitje në rast tërmeti, ka qenë Agjencia Kombëtare Mbrojtjes Civile e cila ka organizuar këtë stërvitje të mirë menduar në të gjitha hallkat e saj për të trajnuar dhe përgatitur të gjitha ekipet e emergjencave për të reaguar në situata të jashtëzakonshme siç është tërmeti. Mënyrë se si evoluojnë ngjarjet fenomena natyrore, kërkojnë që të gjithë ne të jemi vazhdimisht në përgjithësim në njohurive dhe aftësive. Do thotë që duhet të ushtrojmë vazhdimisht. Padyshim që kapaciteti ka nevojë të fuqizohem me kalimin e kohës, por gjithsesi kemi gjitha instrumentet e mundshme për të menaxhuar me sukses një fatkeqësi. Të gjitha institucionet e qarkut të Korçës kanë marrë pjesë në këtë stërvitje duke kryer fillimisht planin e ndërhyrjes në disa çadra të ngritura për këtë qëllim e më pas duke reaguar në mënyrë zinxhir në një situatë hipotetike tërmeti në përputhje me protokollet e tyre. Të evidentojmë pikat e dobta, të cilat duhet marrë një vëmendje më të madhe institucionale, edhe do duhet konsideruar mbrojtja civile si një prioritet i vazhdueshëm, edhe jo vetëm në situata të fatkeqësive natyrore, po sa të përgatitur jemi ne në mënyrë eventuale që të reagojmë në më të mirën e mundësive tona, sepse pa diskutim solidariteti njerëzor dhe i strukturave asnjëherë nuk ka munguar dhe asnjëherë nuk do të mungojë, po ajo që bën diferencën është mënyra organizative edhe zinxhiri i komunikimit të gjitha hallkave për të qenë në përgjegjësinë e detyrës. Kjo është stërvitja e 5 që zhvillohet nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në të gjithë vendin, ndërsa në Korçë është përzgjedhur pikërisht situata e tërmetit për shkak të riskut të lartë që ka ky qark për t'u prekur nga ky fenomen natyror.